Është zhvilluar të dielën e 15 shkurtit ndeshja e javës së 23 kampionatit të kategorisë së parë në futboll mes ekipit të Pogradecit dhe Burrelit, takimi luajtur në stadiumin Gjorgji Kyçyku të qytetit liçenor. Pogradecarët kanë arritur ta gjejnë 2 herë rrjetën e Portës Matjane teksa kanë shënuar nga 1 gol në secilën pjesë. Në minutën e 12 të takimit është prek Nica ai që sfidon Danin, teksa ky i fundit nuk arrin ta mbrojë siç duhet portën e tij. Golin e dytë liçenorët e shënuan 2 minuta pasi kishte nisur pjesa e dytë, të cilin e shënoi Ogunlej. Këto 2 gola i mjaftuan Pogradecit për të mbajtur të blinduar vendin e tretë dhe shpresën e madhe për të ndruar vendet me ekipin e Laçit, i cili ndodhet aktualisht në vendin e dytë dhe për të ngjitur direkt në Super League. Pogradeci shkoi në kuotën e 43 pikëve në javën e 23, ndërsa Burreli mbetet në vendin e 5 me 30 pikë. Ndeshja tjetër e luajtur të dielën ishte ajo mes Ilirisë së Fushkrujës dhe Lushnjës, e cila u mbyll me fitoren e Ilirisë me rezultatin 2-1.